Në një atmosferë të mbushur me emocion, përkushtim dhe ndjenja shpirtërore, Agencioni Nur Travel organizoi një seminar informativ dhe takim vëllazëror me besimtarët që këtë vit do të kenë fatin të udhtojnë nga Zvicra drejt vendeve të shenjta për kryerjen e Haxhit 2026. Aktiviteti u zhvillua në udhëheqjen e Haxhit Nuriman Musliu, drejtuesi i Agencioni Nur Travel. Takimi kishte për qëllim informimin dhe përgatitjen sa më të mirë të haxhilerëve për udhëtimin e tyre drejt Mekës dhe Medinës, vende që për çdo besimtar musliman përfaqësojnë kulmin e adhurimit, paqes shpirtërore dhe afrimit me krijuesin. Gjatë seminarit të pranishmit u njoftuan me detaje rreth organizimit të udhëtimit, procedurave administrative, akomodimit, itinerarit si dhe përgatitjeve fetare dhe praktike për kryerjen e riteve të Haxhit. Në fjalën e tij para të pranishmëve, Musliu falenderoi të gjithë besimtarët për besimin e dhënë ndaj Nur Travel, duke cilësuar këtë organizim si një moment shumë të rëndësishëm për kompaninë. Fillimisht më lejoni t'ju falenderoj juve që jeni prezent këtu në mesin ton. Sot, për ne si kompani, është një ditë e shënuar sepse përfaqëson arritjen njërin nga synimet kryesore të kompanisë sonë, që në fillim, Agencioni Nur Travel është themeluar me qëllim organizimin e Haxhit dhe Umres. Pas shumë organizimeve të suksesshme të Umres, si vjet na mundsohet të organizojmë Haxhin me mbi 117 haxhiler në bashkëpunim me Xhamin Oaza në Zvicër, dhe ky për ne është një sukses që dëshmon seriozitetin dhe vizionin ton, u shpreh ai. Ai theksoi gjithashtu se Nur Travel synon të vazhdojë rritjen graduale dhe profesionale, duke ndërtuar marrëdhënie të forta besimi me çdo haxhi dhe umrexhi, ndërsa prioritet mbetet gjithmonë përmbushja e premtimeve dhe ofrimi i kushteve sa më të mira për udhëtarët drejt vendeve të shenjta. Programi u pasurua edhe me leximet të Kuranit famlar dhe interpretimet të ilahive, duke krijuar një atmosferë të veçantë emocionale dhe shpirtërore mes të pranishmëve. Besimtarët patën mundësi të marrin këshilla dhe udhëzime rreth rëndësisë së Haxhit, sabrit, disiplinës dhe përkushtimit gjatë qëndrimit në vend të shenjta. Në fund të aktivitetit, për të gjithë të pranishmit u shtrua një aperitiv në shenjë respekti dhe falënderimi për besimin e treguar ndaj Nur Travel. Organizatorët shprehën lutje dhe dëshirën që të gjithë haxhilerët të kenë një udhtim të lehtë, të qetë dhe të begatë, si dhe të kthehen në familjet e tyre me haxh të pranuar.